Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump ka dalë përpara mediave për të dhënë detaje dhe për të marrë autorsinë e njërit prej aksioneve që ai e konsideron më të rëndësishëm dhe më spektakolar të Shtetit Bashkuar të Amerikës që nga lufta e dytë botërore e këtej. Marrjen e presidentit të Venezuelës Maduro dhe dërgimin e tij në Shtetet Bashkuar të Amerikës për të përballur me drejtsinë që ka ngritur ndaj tij akuza. Gjëja më e jashtëzakonshme është që zëvendës presidentja e Venezuelës nuk e dinte se ku gjendej Maduro, ndërsa shërbimi sekret amerikan e dinte atë me saktësi, siç u shpreh njëri prej generalëve prej muajsh dhe kishin vëzhguar çdo detaj të jetës së tij, duke pasur informacion të saktë për çdo gjë, që nga vendet ku qëndronte, sjelljen e tij e deri tek ushqimi. Ai është marrë në më pak se 47 sekonda, siç u shpreh presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, në një aksion që nuk humbi jetën asnjë ushtar amerikan, pra asnjë personel amerikan. Gjithashtu mendohet deri tani është thënë që ka qenë njësia elit Delta e Shtetit Bashkuar të Amerikës që ka arritur të kryej operacionin. Është e pabesueshme se me sa profesionalizëm ka vepruar kjo njësi, duke pasur parasysh që Maduro ruaj përveç rojeve të tij personale dhe nga një ekip elit kubanez që merri me sigurinë e tij personale. Maduro do të vendoset përpara drejtësisë së Shtetit Bashkuar të Amerikës, ndërkohë që në Venezuela një pikpyetje madhe ngrihet për atë se çfarë do të ndodhë më tej. Një vend me 28 milion banor, me 7 milion të larguar nga protestat e 10 viteve të fundit, Venezuela ka shansin që të hyjë në rrugën e saj të demokracisë. Njëkohësisht t'i jap fund një regjimi që nisi me Chavezin në vitin 1999 dhe që vijoi me Maduron deri sot në orët e para të mëngjesit, ku Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë marrë për ta dërguar përpara drejtësisë.